Për çokoladë Dubai deri në 1000 copa në ditë. E kemi marrë dhe licencën e ISO standardit. Në punëtori janë deri në 25 punëtore. Tash jemi duke hapur në Hamburg të Gjermanisë. Unë ja kam fillu prej nga mosha 12 vjeçare, ku ja kemi fillu nga shtëpia bashkë me mamin tim. Dhe ja kemi filluar nga kuzhina e shtëpisë duke mbaruar disa keka të vegjël, torte të thjeshta e kështu me radhë. Pastaj pas një viti e gjysmë e hapëm edhe këtë punëtorinë këtu që jemi për momentin. Ku për momentin i kemi përmbi 20 punëtorë të punësuara që shumica janë të gjinisë femërore. Komplet në punëtori janë deri në 25 punëtore. Në fillim kam qenë unë e mami dhe pastaj kanë si ndihmës dhe nusja gjëstim. Pastaj kemi filluar vetëm me 2 punëtorë fillimisht dhe ngadalë janë bërë deri në 25. Mu veçunive na bën shija dhe kualiteti që e mbajmë, ku secilin produkt që e përdorim për ëmbëlsirat tona i zgjedhim me shumë kujdes dhe shumicën e produkte e marrim nga jashtë si Italia dhe Greqia. Pasionin tem muj me thonë që e kum zbulu prej fëmijë, sepse edhe kështu kur isha shumë i vogël, i kum shikua edhe këto programet në televizion, siç ka qenë këto për kuzhinë, për torta, disa kanë qenë edhe ai bosi tortave në fillim, që kanë ai më i famshëm në botë, ku prej aty edhe ku marr inspirimin e tina, sepse edhe nga pak ja kum fillu me punu. Ka një vjet e gjysmë që i kemi hap tek stacioni autobusave në Prizren, ku po mendojmë dhe mu zgjeru së shpejti mbas 2-3 muajve dhe në një pikë tjetër që dhe surprizë në Prizren. Ëmbëlsia më e famshme që është bërë tash e dim është edhe çokolada Dubait, ku për momentin çokolada jonë e Dubait është e shpërndar në gjithë Kosovën, që e kemi marrë dhe licencën e ISO standardit, ku mundemi me shit pa problem. Është e parapa me datë prodhimi, datë skadimi, është e shënuar dhe për yndyrnat, sheqernat, proteinat e kështu me radhë. Kështu që i plotson gjitha kushtet për shitjen e tregut në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Tash si ja ka fillu muaji Ramazan, banëm edhe këtë Dubai hurme, që është hurme e mbushur me krem fistekut të çokoladës Dubai dhe jashtë me çokoladë, ku për momentin po shitet shumë edhe pse është muaji Ramazanit, po mendoj me vazhdu edhe jashtë Ramazanit nëse ka kërkesa ndaj klientave. Për momentin në shitje kemi rreth përmbi 50 lloje të ëmbëlsirave, ku dhe pas muajve dhe si sezonës qesim dhe produkte të reja, si për shembull nëse është koha e dredzave ose e kumbulla, kombinojmë gjëra dhe zulejmë gjëra të reja. Klienti kemi fitu simbas respektit që ja kemi dhënë dhe simbas cilësisë së produkteve tona, ku ka pas shumë klient që kanë ardhur direkt prej Shqipërisë ose Malit Zi për mi provu edhe produktet tona dhe kanë ndarë shumë të kënaqur. Dhe kështu ngadalë i kena mbledh klientelën tonë. Një ditë ndërmale tek ne fillon nga ora 7 e mëngjesit, mund të themi, dhe mund të them deri në 5 mbrëmje. Po unë si që e menaxhoj prodhimin, ka raste që rri edhe deri në 12 natës, 1 natës për mi kryer gjitha porosit. Kështu kapacitet kemi për momentin shumë të madh, ku mund me thonë për çokoladë Dubai deri në 1000 copa në ditë, që prodhohen dhe shiten. Dhe ëmbëlsira mund të them deri në 300 copa në ditë dhe kështu me porosi mund të them deri në 15-20 copa në ditë. Kënaqësi për mua shumë e madhe, tham ndonjëherë me veten çka kisha bërë nëse nuk e kisha pas këtë profesion, sepse është shumë profesion i mirë dhe shumë edu këtë profesion. Produktet e mia, disa lloje të produkteve, tash për tash jemi duke hap dhe komplet me një emër ndryshe, është në Hamburg të Gjermanisë. Do të hapet një restorant Williamsburger, që do të shërbejnë edhe disa lloje të baklavave dhe ëmbëlsirave tona. Na i prodhojmë këtu edhe baklavat që janë tradicionale, si edhe sheqerparet, i kemi edhe disa baklavat veçanta, që edhe për Ramazan tash e kemi edhe baklavën me hurme, edhe kemi baklavë me qumsh, baklavë me fistek e kështu me radhë. Kemi edhe kadaifin, i kemi kadaifin rollne, kemi shumë lloje të këtyre gjërave tradicionale.
Tani për tani jemi tu përgadit edhe për festën e Bajramit, ku do të më përgadit pak më shumë sepse është fluksi shumë i madh i shitjeve të baklavës e sheqerpareve kështu me radhë. Trive i kisha thënë që kur mos me ndalu së ndiku ëndrat e tyne, se ëndrat janë shumë dhaja dhe mundën me realizu krejt.